Mi mbrëma miqtë mi të dashur, mirë se vë takohemi sërish bashk edhe këtë shtunë. Shpresoj që keni kaluar mirë dhe minutat në vjem. Do t'i kalojmë së bashku me materialet të cilat i kemi përgatitur enkas për ju. E sonte, kjo privet do t'i dedikohet fillim e mbarem banorëve apo nysave të Big Brother VIP Kosova. Materiali parë për mbrëmjen e sonte i dedikohet Ilirianës dhe Adrit, i cili të premtëm i propozoi martesë dhe disa detajet e tjera që nuk keni pas mundësi të shihni aty, do të shihni në story në vazhdim të përgatitur nga Angel Hamiti. E atyre ju uroj shumë fat dhe dashni pa fund. Unë jam Adri Rogaqi. Unë jam Iliriana Sadriu. Dy të jemi këngëtar. Jemi prej komunës Ferizajit. Jemi bashkë 13 vjetë. S'kena nda, s'kena më nda asë në Big Brother. Asë në Big Brother s'kena më nda. Një muaj më para ta ndërmorën një hap jo fort të lehtë. Të dy bashk, si një ndër çiftet e reja simpatike të skenës muzikore shqiptare, vendosën t'i futen një formati reality. Adri dhe Iliriana për mbi 35 ditë po ndajnë jetën e një çifti në sytë e miliona shqiptarëve. Në rrugëtimin 13 vjeçar bashk, historia e dashurisë së tyre nuk është nga ato që ka shkuar mjalt. Rrëfimin e bëri Adri mbrëm në spektaklin e Big Brother, duke ndarë detajet të sfidave në mbi një dekadë, ku problemi kryesor ka qenë xhelozia. Trëndafili blut kam thënë, këtë mërët pa talan. U konë viti 2021, 15 janar. U trathum prej meshve tonë edhe lidhja jonë e pat një krizë shumë të rana dhe u godetëm shumë shpirtnesht. Atë pjesë nuk e harroj kur. Këtë goditje ka bo pjesë xhelozia që jena kona bashkë. Së 2-3. Aty do me thonë njëri ku beson, aty goditesh mas shumëte. Shkur të shqipë nga kam përdorë si karem, jam akuzu për tradhti. Mas një javë u kuptu që kur s'ka pas të bajë është vërtetu gjithë ka Iliriana e din shumë mirë, dhe me thonë s'ka pas kur gjo në atë pjesën e që jam akuzuar, dhe me thonë është jam konë shumë i pashtë si lutë. Jam akuzu për tradhti. Teksa rrëfimi transmetohej duke lënë edhe Ilirianën mes emocioneve të forta, surpriza po bëheshin gati në 3 zona. Adri propozoi Ilirianës në Gaming Room, teksa në Klan Arena, destinacionin e organizimeve përrallore po bëhej gati kurorëzimi. Të pranishëm qenë prindërit e 2 këngëtarëve, një surprizë shumë e bukur kjo për ta. Festa kryesore ishte parapar në barë, aty ku do performonte këngëtarja Ida Doçi. Pak para se të futej në shtëpinë më të famshme, nga Ida morën përshtypjet për martesën e kolegëve të saj, njëherësh miq shumë të mirë. Aid po besoj që pjesën e dasmës, Adri dhe Iliriana si edhe bashkëpunëtorë dhe miq të mirë kanë diskutuar. E di që Adri ka pas disa qefe, dëshirat, aspekti që me pas në dasmën të madhe, ku thike mja nisë mi ftu krejt na dalë minimi vetë. Po, e kanë diskutu bashkë me neve jashtë dhe Adri, sidomos gjithmonë ka thonë, shumë kishin pas qef me ba një dasëm të madhe, ama ose kena me ba me shumë tëftum, ose heq. Po mdoket që kam ju realizu sonte, nashta
ai qysh nuk ka ditë heq me imagjinu, ku ka ma mirë se me ndjek miliona shqiptarë si kur son të dasmën e tyne, kështu që ëndra e tyne sot po bëhet realitet. Mes tjerash, një prej dhuratave më të mira të këtij momenti të shënuar për ta është edhe një këngë dedikim që sonte ti do ja këndosh për herë të parë dhe është e bëme enkas për ta me një kohë rekord, apo? Të folim pak për projektin. Po, okej, sa po që unë e kam marrë vesh që unë sonte kam e performu për qiftin, do më thonë këngën e kena realizu mrena 2 ditëve, e kena bë tekstin, Kreshnik Avdiu e ka bë tekstin, Teagon e Ziri e kena regjistru këngën, edhe bashkë në kohë rekord, ama kena dal me një këngë. Po ma mërmenja që kena arrit me ja dal mas mirëti se kena fol pak diçka edhe për jetën e tyne. Shikën e kelon vetë, të koj qika e shtës të shpis. Haj se shimi mas dy mujve. Se kjo nasiri dën me ta hup topin e jetës ka njëherë. Edhe... Metëm të koha e shpejte e përfundimit këngës. Po, që aty do me thonë, besoj që kam ju pëlqy edhe qiftit se kena fol pak a shumë autori u mundu me cek pak gjatë këtyne 13 viteve lidhjen e tyne, me thonë, mos me zgjatë shumë. Veç nuk është kënga vetme që kime kënu, se ka mu kallë atmosfera, edhe për këtë pjesë jeni konë shumë përgjas për repertorin, a? Ajo pjesë nuk guzon me mungu kurse se, kështu që po i thëmë këtë shqiptarve ku dë që janë, edhe ata që kanë me bo dasma në vazhdimësi, shifeni son të Big Brotherin edhe atmosferën e dasmës së madhe që ka me u bo, edhe keni mu knaqë edhe jo në shpe. Nuk besoj që kime pas shumë mundësi me pas kontakt me Adrin Ilirianën, se që ashtu janë regullat e izolimit, po një fjallë shpirti që mbase kur dalim për Big Brotherit, kur do koftë taj moment, mujnë me nipi teje në këtë ditë veçantë për ta. Në tonë se një urim, po besoj kime mujtë me ja bo. Urimi që unë e menoj që është maj miri për ata, inshallah dënë Zoti i bashkën edhe në botën tjetër. Faleminderit shumë ai dhe sukses e sonte. Faleminderit shumë, faleminderit juve. Një super aheng që do mbahet në gjatë, priti banorët në oborë. Me trashëgime, Adre Iliriana.